Të gjithë ata qytetarë që kanë një banesë për të shitur duke nisur nga janari vitit të ardhshëm, do të mund ta bëjnë atë duke i paguar shtetit vetëm 5% tatim nga 15% që është aktualisht. Nga rivlerësimi parashikohet që të përfitojnë rreth 500.000 familje shqiptare, të cilat presin që të shesin pasuritë e tyre me vlerën e tregut. Nisur nga kjo, shoqata e pasurive të paluajtshme i ka kërkuar presidentit Bajram Begaj dekretimin e ligjit sa më shpejt në mënyrë që të nisë batimi në janar. Rivlerësimi me çmimet e përafërta me tregun është një mekanizëm që ndihmon në uljen e informalitetit në transaksionet e pasurive të paluajtshme, duke e bërë të vështirë deklarimin fiktiv të vlerave më të ulta gjatë shitblerjeve, një problem i vazhdueshëm në praktik. Projektligji ka për qëllim që t'ju ofrojë qytetarëve edhe një herë mundësinë për të kryer rivlerësimin e pasurive të paluajtshme në një afat nga data 1 janar 2026 deri në 31 dhjetor 2026. Zgjedhja e këtij afati është bërë duke marrë parasysh balancën midis kohës së mjaftueshme për informimin dhe përgatitjen e qytetarëve, por edhe nevojën për të ruajtur karakterin e përkohshëm të masës në mënyrë që të mos deformohet funksioni normal i tregut. Ky projekt ligj do të ketë gjithashtu ndikim pozitiv në të ardhurat e buxhetit të shtetit përmes rritjes së të ardhurave nga tatimi mbi rivlerësimin, i cili propozohet në normën 5%, pa pasur nevojë për ndryshime të normave tatimore ekzistuese. Në vend janë realizuar deri më tani 3 nisma rivlerësimesh, të cilat kanë pasur nivele më të ulta tatimore.